Me fillimisht juve për martesën e vajzës së vogël. Faleminderit shumë, gëzime paq, faleminderit shumë për urimin. Faleminderit shumë, gjithmonë gëzime e festa, po si edhe në familjet tuaja, edhe në televizionin të shtata, televizioni preferuar. E përcollet edhe të voglin e shtëpisë, emocionet e juja të para. Po, është emocion, po njëkohësisht edhe është edhe gëzim. Janë të dyja bashkë, sepse fëmijët po realizohen, është jeta aty në përpara, është vendimi i tyre për me u martua dhe na e përshëndesim dhe jemi të gëzuar. Po për të babën, se zakonisht e vogla e babit është gjithmonë pak më e përgdhelur, kështu si fëmijë, cilat janë emocionet tua të para? Për besë emocione shumëta ka. Edhe aty sikur çka duket, sikur se prindi sikur e ndërton një familje, sikur e bën një kala dhe ku ja vë kulmin mojë është fëmia i vogël për të martuar. Pastaj me një pamesa dhe na plotësojmë, por penim vetin të plotësuar, të realizuar si familje dhe jemi shumë të lumtur, normal. Është pak një farë ndjenje, se ku duket po del diçka prej dore. Ashtu mirë, po është këtë reale, këtë të natyrshme. I thash edhe dhonrit unë. Thash po ta dërzoj thesarin tim më shtrenjtë. Duja respektoje. Edhe krijon një familje të re, ashtu qysh ne i kemi andrru, i kemi realizuar familjet tona, ashtu qysh kemi pa dhe ëndra për fëmijët tanë kështu. Po besojeni bogati edhe për dasmën e madhe që do të jetë të premten? Po presim, kemi gjithë ata miq që kanë konfirmuar ardhjen, jemi shumë të lumtur, jemi të gëzuar, edhe po uroj me gjithë zemër që të jetë një atmosferë e mirë, të gjithë dashur, buzëqeshur, gëzuar. Unë dëgjova që e ke përgatitur edhe një surprizë për vajzën. Tregona pak në detaje se çka është kjo surprizë. Vesh një detaj të shkurtë. Surprizë është një këngë që i kushtohet Oje vogla shtëpisë, kështu e kom titulluar, edhe po uroj që me pëlqyë edhe Agnesa. Është një po edhe gjithë voglat e shtëpisë, po besoj të krejt shqiptarëve sepse je... Do ta pëlqejnë, po. E ka një emocion, e ka një porosi. Një urem për fund për vajzën edhe për dhëndrin që tashmë veç se kurorzuan zyrtarisht edhe martesën e tyre. Me gjithë zemër uroj dashni, harmoni, gëzim, lumturi, me ju shku punë të marë, me pas respekt për njëri tjetrin, mirë kuptim për njëri tjetrin, sepse kjo është ajo, si të them, ai bazamenti i një jete të lumtur. Çfarë të shtoj tjetër, unë pas kësaj që ta shkurta, presim njerë fillimisht jetë një dasëm e mirë, doja gjithë Kosovën të aftoj ndarësëm, po ka njerë s'ka mundësi, shkurta ka shumë kolegë, do të tregoj se ka të qenë shumë kolegë shkurtës aty, që do të na madhështojnë dasmën, miq tanë, bashkëpunëtor, farefisi, gjithë ta. Besoj të shkon bukur, ndërsa çifti i tri, i dëshiroj çka më dëshiroj më shumë vajzës teme, veç lumturi. Pastaj lumturia i përcjell në gjitha. Dhëndrit ja pas ke dhoni mesazh, po vajzës çfarë mesazhi i ke dhënë ose çfarë do kishe thonë përmes kamerës tonë? Po edhe vajzës të drejtën i thash, bija jame, duaje, respektoje, me durim, me dashuri, krijo jetën e re. Kjo të sjell lumturi, se në fundit lumturia është ajo që i përmbush gjitha. Kështu diçka. Faleminderit shumë, ka shumë kënaqësi për mua. Hajde ushit mirë urime edhe një herë.